Sa shpesh po vjen Kosovë në pushime? Në Kosovë, sa e kum pas babën gjallë, kum marrë për çdo muj. Për çdo muj. Po, për çdo muj. Ndërsa tash më Ndërsa rrallë. tash ve 5-6 muj, sa me pa qëtë pasori se baba dhe që edhe mos. Ja, e mirë. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, prej nga jeni? Jem të Ferizojt, po jetojmë në Zvicër. Jeton në Zvicër, tash so vite jeton në Zvicër? Tash e 37 gati. 37 vite. Apo më tregam pse je në Kosovë në pushime në këtë kohë? Po e kam pasurin, jam i qëtuhi të menoj mu këthy si ta marrë pensionin, menoj mu këthy apet qëto. Edhe so vitet kam vetë? Venit tem se që do kam linë. Edhe so vitet kam vetë? 3 vite. 3 vite. Apo më tregon çish po i pret këtu 3 vite, domethënë me kalu. Nuk Nga dalsu pak a shumë? I kam familjen këtë atje, nuk është e vështirë mi prit, për pora kon pak më vështirë, se s'kina pas familje, ina kon vetë, pak marana që tash me familje, s'është kurrë problemi. Sa shpesh po vjen Kosovë në pushime? Në Kosovë, sa e kum pas babën gjallë, kum marrë për çdo muj. Për çdo muj. Po, për çdo muj. Ndërsa tash më Ndërsa rrallë. tash ve 5-6 muj, sa me pa qëtë pasori se baba dhe që edhe mos. Faleminderit. Ndërum, po du me të pyet pak, me të kthy në kohë. Falë. Qysh e kujton Ferizaj në vitet sa ke qenë këtu? Në vitet sa kam qenë këto, Ferizoj ka qenë jetë. Ki ndonjë kujtim të mirë, qa kujton nga ajo kohë? Po të gjitha, sidomos kujtimi është në vitet e rinis demonstratat studentore në vitit 81. Ato s'harrohen kur asnjëherë. A është ndonjë kujtim pak më interesant, më i veçantë që është me ndonë me shikuesit tanë? Ndonjë takim, ndoshta me gruan që je tash apo diçka, jeni takuar Ferizaj apo? Me gruan këtu edhe jena taku, edhe jena martu, edhe jena kontri të dytë, unë moshën 21 vjeçare, ajo 16, do të thotë me dashuri jena martu, po vërtesa ka qenë pak interesante se atëherë nuk marrë vetë. E në atëherë vetë jena marrë, vetë jena dashuru edhe kena ikë si kena vetë familje të heqë. Do me thonë ti prej atëherë e ke ndryshu që nuk është që e ke gjetë me mësit apo diçka? Ja, vetë edhe me dashuri edhe sot kem jetën super të mirë, kem 3 fëmijë. Të 3 të martun, edhe shka është më kryesore në jetën tem, unë i kom pas 2 djemë një vojzë, djali i ka 2 djemë një vojzë, qika i ka 2 djemë një vojzë, djali vogël 2 djemë një vojzë. Mirë, kjo po më pëlqen interesante. Është ma interesante në jetën time që kjo. I the që i ki dikon në nipa. Në nipa dhe 3 mesa edhe mesa nipa, ashtu. Në total. Si është dashuria e gjyshit për ta? Nuk përshkruhet. Nuk përshkruhet. Që i do nipat e mbecat më shumë se djalin e ma vogël? shumë, faktikisht, ajo s'ka kur farë dileme. Po shka është ma interesant, tash e kom një nip shumë të avancum në futbol, sportisti spikat. Kush është nipe? Nipi është Leon Salio. E përshëndesim. Merë pjesë që viti 3 që tash në Kup Barcelona, World Cup Barcelona, prej moshës 10 vjeçare, do të tash minus 12 lunë, edhe ka ko rezultatet hatashme, është shumë i. Suksese edhe më të mdha. Pekt shumë. Në rregull, nderim, ishte knatësi. Ka pas gjithashtu karateist njoftë në Zvicër, ka liftu për ekipin nacional Zvicrës, ka qenë superior në karate, zbashku me bashkat dhetorin Femi Mahalla, djali Fahri Mahallës, profesori karates që sefte ka hapë shkollën e karates në Ferizaj, e me djalin e ti janë shok të ngusht, do të thotë kanë pas rezultate deri në vendin e dytë në ligën e artë të botës. Qa ndjenja për ty? Ndjenja veçanë, E pa përshkrueshme. Ndërum, falenderit shumë, knatësi. Falenderit juve, Ture shëndetin dhe gjithat mira. Edhe unë gjithë juve, kaloni sa ma mirë. Respekt.